Situata epidemiologjike në Shkodër sa i përket fruthit paraqitet e qetë. Sipas shefës së epidemiologjisë pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, Dorata Hyca, deri më tani nuk është regjistruar asnjë rast me këtë sëmundje në qytet, ndërsa dhe rastet e dyshuara kanë rezultuar negative. Shkodra ka qenë një rreth me prezencë të infeksionit të fruthit, por që aktualisht, duke filluar 2 muajt e fundit, kemi një situatë epidemiologjike krejt të qetë, pasi nuk kemi asnjë rast. Mund të them se kemi pas raste suspekt, pra janë raste të referuar nga mjekët infeksionistë kryesisht, të cilët janë raste të dyshuara, por që kanë rezultuar negativ mas analizimit në laboratorin e referencës në Institutin e Shëndetit Publik. Aktualisht ne nuk kemi raste me fruth dhe kjo sigurisht fal punës personelit i cili është përgjegjës për këtë lloj infeksioni, kryesisht mjeku i familjes, mjeku infeksionist dhe shërbimi epidemiologjisë. Shefja e epidemiologjisë në Shkodër ka theksuar rëndësinë e vaksinimit si masa më efektive për të mbrojtur fëmijët dhe komunitetin nga fruthi. Bazuar në promocionin me qëllim që rastet të cilët janë të pavaksinuar të bëhet vaksinimi. Ky lloj infeksioni mund të eliminohet vetëm nëpërmjet vaksinimit. Pasi fëmijët vaksinohen në moshën 1 dhe 5 vjeç. Ka pasur raste ku fëmijët kanë qenë të pavaksinuar dhe pikërisht këtu ka qenë promocioni dhe puna e personelit shëndetësor me qëllim vaksinimin edhe të këtyre fëmijëve të cilët për arsye të ndryshme të refuzimit ose për arsye shëndetësore nuk kanë bërë vaksinimin nga ky lloj infeksion. Gjatë hetimit epidemiologjik është vënë re një shpërthim i rasteve, ndërsa një rast është regjistruar në Vaun e Dejës. Ekspertët këshillojnë qytetarët të jenë të vëmendshëm ndaj simptomave dhe të ndjekin këshillat mjekësore për të shmangur rrezikun e përhapjes së sëmundjes, veçanërisht nëse ka kontakte me zona ku fruthi është i pranishëm.